parler de leur centre albanais. Barakallahu fikum, s'il vous plaît, des applaudissements. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل: زينوا أعيادكم بالتكبير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, I cili thot në Kur'an: thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë për Allahun Zotin e botrave. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thonë: zbukuroni bajramat e juaja me tekbir. Gjithashtu selamet tona të përzemërta qofshin edhe mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot të munduhem ta prezantoj xhamin tonë të re këtu në Iverdon, Qendrën Islame Shqiptare në Iverdon. Qendra Islame Shqiptare në Iverdon ka për qëllim përhapjen e së mirës, edukimin fetar dhe kultivimin e vlerave islame në mesin e komunitetit shqiptar musliman në Zvicër. Ajo vepron në përputhje me rrugën e Ahli Sunne wal Jamaa, në besim duke ndjekur akidën apo besimin e Imam Maturidiut dhe në jurisprudencën islame në fiqh me dhëbin e Imam Ebu Hanifës, Allahu e mëshiroft. Qendra Islame Shqiptare në Iverdon ndjek rrugën apo metodologjien e mesatarës dhe të moderimit, si në bindje ashtu edhe në praktikë. Larg ekstremizmit dhe modernizimit në emër të Islamit. Ajo qëndron larg çdo forme ekstremizmi dhe teprimi në fe, duke konsideruar këtë rrezik të madh për individin, familjen, shoqërinë dhe kombin, si dhe si një burim I dëmeve të mëdha për ummetin musliman në përgjithësi. Çfarë do të thotë menhexhi apo metodologjia e mesatarisë dhe I moderimit në Islam? Menhexhi apo metodologjia e mesatarisë dhe moderimit është rruga e drejtë që na mëson Islami. Ajo është qëndrimi I balancuar dhe I drejtë, larg teprimit, ekstremizmit dhe larg neglizhencës dhe moskujdesit. Kjo është një qëndrim I matur që ruan ekuilibrin në çdo aspekt të jetës, në besim, në adhurim, në marrëdhënie, në sjellje dhe në mendim. Allahu xhalla shanu thot në Kur'an: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Kështu ne ju kemi bërë një ummet të mesëm, të drejtë, që të jeni dëshmitar ndaj njerëzve. Ummeti I mesëm do të thotë I drejtë, I balancuar, larg skajeve, I aftë të dallojë të vërtetën dhe të ecë pas saj. Në besim nuk e ngre askën në nivelin e të shenjtit absolut, por as nuk I mohon meritet e atyre që janë të drejtë dhe nuk nxjerr njerëzin nga Islami me pa të drejtë. Po ashtu në adhurim, besimtari adhuron rregullisht Allahun, por perënduar vetëm për te I mundësive. Në sjellje, ai është I butë dhe I drejtë dhe I mëshirshëm, në marrëdhënie shoqërore I drejtë në gjykim, I matër në fjalë, I balancuar në sjellje. Kjo është pra
metodologjia e ummetit mesatar, metodologjia ahli sunne wal jamaa, metodologjia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, tabiinëve dhe gjeneratave pas tyre. Pra Islami është fe e mesatarisë, e urtësisë dhe drejtësisë, nuk është fe e ekstremizmit, e teprimit apo moskujdesit. Besimtari vërtet është ai që ndjek këtë rrugë të mirë, të artë, mes shkujdesës dhe ashpërsisë. Të nderuar vëllezër e motra, të ftuar miq të dashur, sot kemi nderin dhe kënaqësinë të jemi së bashku në këtë festë të madhe, festën e Kurban Bayramit, për ta festuar dhe për ta forcuar lidhjen tonë si komunitet në hijen e xhamisë sonë. Xhamia nuk është thjesht një ndërtesë me mure dhe minare, ajo është zemra shpirtërore e komunitetit musliman. Është vendi ku bashkohemi për namaz, ku edukojmë familjet tanë, ku ndihmojmë njëri tjetrin, ku ndajmë hallet dhe gëzimet dhe ku forcojmë lidhjen tonë me Zotin tonë. Xhamia jonë, qendra islame shqiptare në Iverdon, është hapur mbi themelet e dashurisë, vullnetit dhe sakrificës së disa vëllezërve shqiptar. Ajo vepron mbi parimet e mesatarisë, tolerancës dhe edukimit islam sipas metodës së ahli sunne, duke ruajtur identitetin tonë fetar dhe kombëtar. Këtu në këtë xhami edukohen fëmijët me mësime fetare dhe gjuhë shqipe. Këtu organizohen ligjërata, aktivitete rinore dhe ndihma për nevojtarët. Qëllimi është që ta forcojmë besimin te Allahu, të mbajmë familjet afër xhamisë, të japim një shembull pozitiv për shoqërinë që na rrethon dhe të lëmë brezave një trashëgimi të pastër shpirtërore dhe morale. Prandaj, xhamia nuk është vetëm e imamit apo e hoxhës, e as e një grupi të caktuar, ajo është e të gjithëve, ajo është vendi i një përbashkët, shtëpia jonë e dytë, ajo është një urë lidhëse ndërmjet brezave, aty ku takohet fishi, aty ku takohet prindëri, aty ku takohet nipërat e gjithë familja në këtë shtëpi, në këtë vend adhurimi. Çfarë shërbime ofron xhamia? Xhamia nuk është vetëm një vend adhurimi, por edhe një qendër gjithëpërfshirëse fetare, edukative dhe komunitare, që shërben për të gjitha moshat dhe kategoritë e besimtarëve. Ajo ofron faljet e namazeve dhe lutjet, organizimi i faljeve ditore, faljes së xumos, namazin e bajrameve dhe teravijes gjatë Ramazanit. Mësim dhe edukim fetar, mësime për Islamin, Kur'anin, mësim për familjet e rritur, si dhe ligjërata fetare për të dy gjinit. Këshilla dhe udhëzime, ndihmë shpirtërore dhe këshilla fetare për çështje personale, familjare dhe sociale. Ceremoni islame si kurorëzimi, pra nikjahu, riteve funerale, si dhe transporti i kufurnave për në vendingje dhe aktivitetet të tjera fetare. Shërbimet humanitare, ofrimi ndihmave për të varfërit, organizimi bamirësive dhe shpërndarja ushqimit gjatë Ramazanit. Aktivitetet kulturore dhe shoqërore, organizimi i takimeve, konferencave dhe aktiviteteve që forcojnë lidhjet midis besimtarëve dhe hapësira për gratë dhe aktivitetet e tyre. Xhamia pra posedon hapësirë të veçantë për gratë, ku ato mund të falen dhe të marrin pjesë në mësime, ligjërata dhe takime të organizuara posaçërisht për to. Ejani pra dhe bëhuni pjesë e jetës shpirtërore dhe vëllazërore në qendrën islame shqiptare në Iverdon. Allahu ju shpërblet për pjesëmarrjen dhe përkrahjen. Lutim Allahu subhanahu wa taala ta mbajë këtë xhami të hapur gjithmonë me dritën e dijes, të paqes dhe të unitetit, sepse këto në qytetin e Iverdonit në të kaluar kanë qenë dy xhamia të shqiptarëve, por janë mbyllur. E lutim Allahun që kjo xhami e tretë të vazhdojë vazhdimisht deri në ditën e fundit në këtë jetë, duke u transmetuar brezave të
arshëm, islamin e pastër, islamin mesatar, islami I cili u mëson të drejtat e vetvetes, të drejtat e prindërve, të drejtat e familjarëve, të drejtat e pëshijës, të drejtat e muslimanëve dhe jo muslimanëve. Një islam I cili në ka transmetuar ashtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo ai islam apo disa në emër të islamit që pas rinin tonë mundohet ta çojnë në ekstremin në skajnë e ekstremizmit, apo disa që mundon rinin tonë të çojnë në modernizëm, por ne thrasim që muslimani duhet të jetë mesatar, të ndjekë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, tabiinëve dhe gjitha gjeneratëve pas tyre, dhe në fund me fat dhe urime fjesta e Kurban Bayramit, kullu amin wa antum bi khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك شيخ لقمان، بارك الله فيك شيخ موفق.